Kërkoj unifikimin e votës shqiptare, kryeministri Kristian Mickoski kërcënoi me shkarkim nga detyra kandidatin e Vlenit për komunën e Bërvenicës. Pas disfatës në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale, kreu i LSDM-s Venko Filipçe paralajmëroi ndryshime politike dhe kadrovike në udhëheqësi. Gripi po përhapet me shpejtësi, 2 të vdekur dhe 188 të infektuar Tetova dhe Gostivari me më shumë raste të reja. Dështon formimi i qeverisë së re në Kosovë, Albin Kurti nuk siguroi shumicën e votave, Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Kryeministri Kristian Mickoski ka kërcënuar kandidatin e Vlenit për kryetar të komunës së Bërvenicës, Haqim Ramadanin, se pas zgjedhjeve do ta shkarkojë nga pozita e drejtorit. Deklarata e Mickoskit vjen pasi Ramadani ka bërë thirrje që në Bërvenicë të unifikohet elektorati shqiptar në mënyrë që komunën ta fitojnë shqiptarët e jo kundër kandidati i tij, i cili është nga VMRO-DPMN. Kryeministri dhe kreu i VMRO-DPMN-s Kristian Mickoski ka sulmuar sërish pjesëtarët e koalicionit Vlen. Kësaj here shkak ishte thirrja e kandidatit të Vlenit për kryetar të komunës së Bërvenicës Haqim Ramadani për unifikim të shqiptarëve në mënyrë që të fitojë komunën kandidati shqiptar e jo ai i VMRO-DPMN-s. Mickoski ka dënuar në mënyrë të ashpër këtë gjuhë dhe ka thënë se ka bërë një gabim shumë të madh, duke theksuar se është për keqardhje që në shekullin 21 të përdoret një fjalor i tillë. Taka što toliko sebičan potek. Ai bëri një gabim të madh, veçanërisht për kandidatët nga i njëjti koalicion për të cilin po kandidon. Imagjinoni çfarë do ndodh tani në Tetov, Strug, Dibër dhe disa komuna të tjera. Saqë një veprim kaq egoist nga një politikan nuk është parë në historinë e kohëve të fundit në Maqedoni. Të vi dhe të mendoj vetëm për vete dhe interesin e tij shkurtpamës, ndërsa neglizhon të gjithë të tjerët që po luftojnë gjithashtu në raundin e dytë për mandatin e kryetarit të bashkisë, është vërtet për të ardhur keq. Ai madje ka kërcënuar hapur Ramadanin se pas përfundimit të zgjedhjeve të cilat sipas Mickoski do t'i humb, do ta shkarkojë atë nga pozita aktuale e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror për Veçëvërisje Lokale. Ndërkaq Mickoski u shpreh se jo të gjithë në Vlen ndajnë mendimin se aty ku kandidon VMRO duhet të mbështeten kandidatët shqiptar. Evo ja go slušao da rečem Fatmir Limani. Unë për shembull e kam dëgjuar Fatmir Limanin, i cili absolutisht nuk bëri thirrje që të votohet kundër kandidati VMRO-s në Kërçov. Kjo është e para. E dyta, koalicioni Vlen dërgoi kumtesë se nuk e mbështet Fatmir Deharin si kandidat për kryetar komune në Kërçov dhe të tentojë edhe tash të bëhet kryetar komune. Por edhe unë u bëj thirrje shqiptarëve që janë në Kërçov të mendojnë a duhet ta japin votën për të. Kujtojmë se Mickoski ditëve të fundit ka bërë disa deklarata me të cilat ka sulmuar Vlenin. Mes tjerash ai tha se nuk ka marrë respektin që ka pritur nga Vleni për mbështetjen që ka dhënë VMRO për koalicionin shqiptar në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale dhe se nuk do ta harron këtë gjë. Pas të rezultateve të dobta në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale, kreu i LSDM-s Venko Filipçe njofton për ndryshime të rëndësishme në strukturat drejtuese të partisë. Ai thotë se analiza e zgjedhjeve ka treguar qartë se LSDM duhet të forcojë aktivitetet në terren, sidomos në komunat ku mbështetja ka qenë e ulët. Filipçe thekson se në disa zona është shënuar rritje dukshme e votave, por e pranon se në kryeqytet dhe në disa komuna të tjera rezultatet nuk kanë qenë ato që i kanë pritur. Pas disfatës së thellë që partia posoi në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale, kreu i LSDM-s Venko Filipçe paralajmëroi sot ndryshime politike dhe kadrovike në udhëheqësi. Ai duke dhënë para gazetarëve një analizë për rezultatet dhe ndryshimet që do të vijojnë pas zgjedhjeve, tha se këto zgjedhje janë një tregues se si duhet të veprojnë në periudhën e ardhshme, sepse siç tha, është e nevojshme që në komunat ku kanë pasur rezultate të dobta të vazhdojnë me aktivitete intensive.
Ja slani jezatet në partijet. Vitin e kaluar e gjeta partinë në një gjendje vërtet të vështirë dhe të keqe, përkatësisht pas një humbje me një diferencë prej 300.000 votash. Dhe gjatë këtij një vite e gjysmë kam punuar intensivisht në të gjitha organizatat komunale, me mira antar tan, kontakte të drejt për drejta, takime dhe takime. Tani këto zgjedhje janë një treguese si të pozicionohemi dhe si të funksionojmë në periudhën e ardhshme. Është e qartë se është e nevojshme, veçanërisht në ato komuna ku nuk arritëm rezultatin e dëshiruar, të vazhdojmë me punë intensive. A i theksoi se ka një numër të mirë komunash ku kryetarët e LSDM-s janë zgjedhur tashmë, si dhe 16 deri në 17 komuna shtesë ku partia po hyn në raundin e dytë. Atje, siç theksoi ai, është arritur një rritje e konsiderueshme e numrit të votave krahasuar me zgjedhjet e vitit të kaluar. Во втор круг и тоа се општински организации во кои Këto janë organizata komunale në të cilat numri i votave në krahasim me zgjedhjet e vitit të kaluar është rritur ndjeshëm diku rreth 40-50% dhe në disa vende votat madje janë dyfishuar, që do të thotë se puna ka pasur efekt. Nga ana tjetër, ka komuna ku kjo nuk ka ndodhur, këtu po mendoj për komunat e Shkupit. Në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale të 19 tetorit u zgjodhen 44 kryetar komunash. Tek Partitë Maqedonase VMRO-DPMN ka fituar 33 kryetar komunash që në rrethin e parë, ndërsa LSDM vetëm 3. Në 32 komuna dhe në qytetin e Shkupit do të ketë rreth të dytë. Gripi sezonal ka nisë të përhapet me shpejtësi në të gjithë territorin e vendit. Qytetet më të prekura janë Gostivari dhe Tetova, të cilët kanë edhe numër më të lartë të prekurve, ndërsa incidenca më e lartë është regjistruar në Makedonski Brod. Instituti Shëndetit Publik konfirmoi se deri më tani gripi ka marrë 2 jetë. Autoritetet shëndetësore theksojnë se parandalimi fillon me vaksinën. Të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik tregojnë se deri më tani janë regjistruar 188 raste me grip, që paraqet një rritje prej 77% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe 36% më shumë se mesatarja e 14 sezonave të fundit. Numri më i madh i të sëmurëve është në Gostivar, ku deri tani janë raportuar 79 raste, ndërsa incidenca më e lartë është regjistruar në Makedonski Brod. Instituti konfirmon gjithashtu se deri më tani janë evidentuar 2 persona të vdekur, rastet e të cilëve lidhen me gripin. Paralelisht, me rritjen e numrit të përgjithshëm që nga fillimi i sezonit, tashmë vërehet një përhapje më e shpejtë dhe në nivel javor. Në periudhën nga 13 deri më 19 tetor janë raportuar 83 raste të sëmundjeve të ngjashme me gripin, që paraqet një rritje prej 66% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe 5% më shumë se javën paraprake. Aktualisht më të prekur janë Gostivari dhe Tetova me nga 30 dhe 12 raste të reja brenda asaj jave, ndërsa pasojnë Kumanova, Prilepi, Makedonski Brod, Strumica, Negotina dhe Radovishi. ISHP-s sqaron se shumica e rasteve të raportuara janë persona të moshës nga 15 deri në 64 vjeç, gjë që sipas epidemiologëve është e pritshme, pasi kjo grup mosh është më aktive dhe më shpesh në kontakt me njerëzit të tjerë. Megjithatë, incidenca ende është në nivel ndërsezonal, 4.5 të sëmur për 100.000 banor, që do të thotë se sezoni i gripit ende nuk është shpallur zyrtarisht, por rritja është një sinjal i qartë se virusi ka filluar të qarkullojë në mënyrë aktive. Autoritetet shëndetësore theksojnë se parandalimi fillon me vaksinën. Ministria e Shëndetësisë për sezonin 2025-2026 ka siguruar rreth 80.000 doza të vaksinës 4 valente për grupet e rrezikuara, persona mbi 65 vjeç, të sëmur kronik, gra, shtatzëna, fëmijë nga 6 muaj deri në 5 vjeç dhe punonjës shëndetësor. Këto vaksina po shpërndahen përmes qendrave të shëndetit publik dhe përmes regjistrimit elektronik. Deri në mesin e tetorit janë vaksinuar 13.273 persona nga kategoritë prioritare, ndërsa për qytetarët nuk bëjnë pjesë në grupet e rrezikuara janë siguruar edhe 2.400 doza komerciale shtesë. Vetëm në ditët e para të fushatës së imunizimit, 10 mijëra qytetar kanë caktuar termine për vaksinim, gjë që autoritetet shëndetësore e interpretojnë si rritje të vetdijes pas përvojës me pandeminë.
Një qytetar nga Ohri është arrestuar në Kavadar në orët e para të ditës së sotme pasi është kapur duke drejtuar automjetin në ndikimin e alkoolit, njoftoi sektori për punë të brendshme Veles. Sipas njoftimit, sot rreth orës 3 të mëngjesit në rrugën Cano Pop Ristov në Kavadar, zyrtarët e policisë nga Departamenti i Punëve të Brendshme Kavadar kanë ndaluar 38 vjeçarin më të nga Ohri. Gjatë kontrollit të trafikut është konstatuar se ai po drejtonte një automjet të tipit Kia me targa të Ohrit në ndikimin e alkoolit. Testi i alkoolit ka treguar 1.55 promil alkool në gjak. Personi është shoqëruar në stacionin policor. Nga SPB Veles njoftuan se për rastin është informuar prokurori publik dhe pas dokumentimit të plotë të ngjarjes ndaj të dyshuarit do të ngrihet kallëzim penal. Ndërkohë, një ditë më parë, policia arrestoi 6 shofer nga Manastiri, Makedonski Brod, Koçani dhe Kumanova për drejtim të pakujdesshëm të automjetit motorik. 5 prej tyre kishin qenë në ndikimin e alkoolit, ndërsa njëri drejtonte makinën me më shumë se 2 fishi shpejtësisë së lejuar. Zëvendës, kryeministri Aleksandar Nikolovski ka thënë se politikat e qeverisë për tërheqjen e linjave ajrore në aeroportet e Shkupit dhe Ohrit po japin rezultatet konkrete. Ai njoftoi se nga 27 tetori nisin 11 destinacione të reja nga këto 2 aeroporte. Nga Ohri do të ketë fluturime drejt Bazelit, një qendër e rëndësishme që lidh Zvicrën, Francën dhe Gjermaninë. Nga Shkupi do të nisen fluturime për në Stockholm, Stuttgart, Bari dhe Larnaka në Çipros. Nikolovski shtoi se nga 3 nëntori do të ketë linja për në Gjenevë dhe Madrid, ndërsa nga 15 dhjetori për në Prag dhe Köln. Nga prilli planifikohen edhe fluturime për në Budapest dhe Napoli. Ai theksoi se në të gjitha këto linja janë pjesë e programit të subvencioneve që synojnë të tërheqin më shumë udhëtar drejt Maqedonisë. Sipas tij, ky është një revolucion në trafikun ajror që nuk është parë prej dekadash. Numri i pasagjerëve dhe turistëve është në rritje, ndërsa qeveria do të vazhdojë të zhvillojë vendin përmes përmirësimit të lidhjeve ajrore. Kuvendi Kosovës nuk e ka zgjedhur qeverinë e re. Propozimi për Kurti 3 mori vetëm 56 vota pro, 52 votuan kundër e 4 abstenuan. Kryeparlamentari Dimal Basha ka thënë se tash përgjegjësia kalon te presidentja Vjosa Osmani. Propozimi i mandatarit Albin Kurti për një mandat të ri 4 vjeçar nuk ka marrë për krahjen e nevojshme prej 61 votash në Kuvendin e Kosovës, kështu me 56 vota pro, 52 kundër dhe 4 abstenime. Kuvendi nuk e zgjodhi qeverinë e re të Republikës së Kosovës. Kryetari i Kuvendit Dimal Basha tha se tani përgjegjësia kalon sërish te presidentja Vjosa Osmani dhe mbylli punimet e seancës së sotshme. Ndërkaq, në prezantim të programit, mandatari Albin Kurti tha se nuk kishte arritur marrëveshje me asnjë parti tjetër për bashkëqeverisje. Ai kërkoi votën nga partitë e tjera për të vazhduar qeverisjen e mirë. Në prezantim, ai tregoi edhe emrat e 20 ministrave me të cilët synonte të siguronte shumicën, si dhe 5 vendimet e para që do t'i merrte si qeveri. 5 vendimet e para që do t'i marrim si qeveri, që në javën e parë do të jenë: miratimi i projekt ligjit buxhetit për vitin 2026, vendimi për caktimin e pensionit minimal në vlerë prej 150 euro që prek rreth 200.000 pensionist, vendimi për rritjen e shtesave për fëmijë me 50% mbi nivelin aktual që prek rreth 400.000 fëmijë, vendimi për rritjen e pagës minimale në 500 euro që prek në pjesë të madhe të punëtorëve në sektorin privat, gjithashtu prek edhe të rinj që janë angazhuar përmes platformës Superpuna, si dhe gratë lehona të cilat përfitojnë nga shtesat, dhe miratimi i ndryshimit të plotësimit të ligjit që mundson heqjen e kufizimit të punësimit në sektorin privat për veteranët e ushtrisë shërimtare të Kosovës që janë përfitues të benefitit të veteranit.
Kushtetuta e Kosovës përcakton që nëse përbërja e propozuar e qeverisë së re nuk e merr shumicën e nevojshme të deputetëve, presidenti i Kosovës duhet të emërojë një mandatar të dytë për kryeministër brenda 10 ditësh, i cili ka gjasat më të mira për të formuar qeverinë. I mandatuar i ri për kryeministër sërish do t'i kishte 15 ditë për t'i propozuar kuvendit përbërjen e qeverisë dhe programin e punës. Bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës nga viti 2020, mandatari i dytë për kryeministër mund të jetë edhe nga partia e dytë më e madhe, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës. Presidenti shpall zgjedhje të reja nëse qeveria nuk zgjidhet për herë të dytë dhe ato duhet të mbahen brenda 40 ditëve nga data e thirrjes. Deri atëherë, qeveria në detyrë do t'i kryente detyrat e saj. UNICEF vlerëson se marrëveshja për armëpushim në Gaza përbën një mundësi jetike për të mbrojtur 1 milion fëmijë në enklavën palestineze. Sipas të dhënave të OKB-s, më shumë se 64.000 fëmijë janë vrarë ose plagosur dhe mbi 58.000 kanë humbur një prind që nga shpërthimi i luftës gjenocidale të Tel Avivit në rripin e Gazës në tetor të vitit 2023. 1 milion fëmijë kanë përjetuar tmerrin e përditshëm të mbijetesës në vendin më të rrezikshëm në botë për të qenë fëmijë, duke mbetur me plagë, frige, humbje dhe dhimbje, tha drejtori rajonal i UNICEF-it për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut. Ai shtoi se UNICEF po punon për t'i shpëtuar fëmijët nga kërcënimet e parandalueshme si kequshqyerja, sëmundjet dhe i ftohtit dimror. UNICEF-i ka siguruar arsim ball për mbi 100.000 fëmijë palestinez në Gaza, ndërsa po punohet për të rikthyer të gjithë 650.000 fëmijë të moshës shkollore në procesin mësimor. Sipas Ministrisë të Shëndetësisë, ushtria izraelite ka vrarë mbi 68.000 persona dhe ka plagosur më shumë se 170.000 të tjerë në luftën brutale në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se asnjë ekuacion politik apo sigurie nga Siria në Gaza dhe nga xhiri deri te konflikti Rusi-Ukrainë nuk mund të formohet pa përfshirjen e Turqisë. Duke folur në sesionin përmbyllës të takimeve të shekullit të Turqisë në qendrën e kongreseve të Stambollit, Erdogan tha se Turqia është bërë një zë i respektuar si në rajonin e saj, ashtu edhe në nivel global, një vend që eksporton paqe dhe stabilitet. Ai theksoi se vizioni i Ankaras është i përqendruar në sigurimin e një të ardhmeje ku asnjë brez nuk humbet, nënat nuk qajnë dhe paqja, siguria dhe prosperiteti mbizotrojnë në të gjithë gjeografinë tonë. Erdogan shtoi se qëllimi i tyre afatgjat është të sigurojnë unitetin dhe sigurinë e kombit, duke kontribuar në një rajon më paqësor. Me vullnet të përbashkët, së pari do të ndërtojmë një Turqi pa terror, pastaj një rajon pa terror si trashëgimin ton të qëndrueshme për fëmijët e kombit, ka thënë ai. Presidenti rus Vladimir Putin tha se Rusia ka testuar me sukses raketën Burevestnik, e cila është e pajisur me motor me energji bërthamore dhe ka aftësi për mbajtjen e armëve bërthamore. Tashmë Moska po kërkon mënyra për të përdorur atë në një kohë kur lufta e Kremlinit në Ukrainë po zvarritet. Kremlini publikoi më 26 tetor një video nga një takim mes Putinit dhe shefit të shtapit të përgjithshëm Valeri Gerasimov, që raportohet se është zhvilluar në një lokacion të grupit të përbashkët të forcave. Gerasimov tha se testi u krye 5 ditë më parë kur raketa për të cilën Moska pretendon se nuk mund të zbulohet nga asnjë sistem mbrojtës përshkoi 14.000 kilometra dhe qëndroi në ajër për rreth 15 orë. Raketa e quajtur Skyfall nga NATO është në zhvillim prej më shumë se një dekade. Testet vendimtare tani janë përfunduar, tha Putin në video, duke shtuar se ai ka urdhëruar përgatitjen e infrastrukturës për ta futur këtë armë në shërbim në forcat e armatosura ruse. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, bashkë miropafshi.